Një sasi eksplozivi është vendosur në një biznes në afërsi të stacionit të trenit në qytetin e Vlorës, që shkoni edhe nga pamjet. Kjo është edhe pika ku është vendosur sasia, e cila mendohet që është më shumë se 300 gram. Kjo për shkak edhe të faktit të dëmeve të shkaktuara si brenda biznesit, por edhe jashtë saj. Policia ka shoqëruar dhe marrë në pyetje 5 persona, por deri tani nuk ka ende asnjë autor për këtë ngjarje tejet të rëndë. Vetë policia ndërkohë, përveç kamerave të sigurisë, vetë biznesit ka marrë dhe kamerat të tjera të qytetit ku shikohet një person i cili ka mbritur me një motor tip Piaggio, ka vendosur sasinë eksplozivit e cila ishte me fitil dhe është larguar me shpejtësi. Mbas disa sekondash, sasia ka shpërthyer. Fatmirësisht, momentin e ngjarjes brenda në biznes, po ashtu edhe në banesën mbi biznes, nuk ka pasur asnjë person në të, duke bërë që dëmet të ishin vetëm materiale. Për sa i përket motiveve, në polici, pronarët e biznesit kanë deklaruar se nuk kanë asnjë konflikt dhe nuk kanë asnjë lloj dyshimi. Policia po merr në pyetje dhe persona të tjerë që kanë qenë, qoftë persona që mund të kenë kaluar në ato orë në vendin e ngjarjes, por edhe persona që mund të kenë lidhje me këtë ngjarje të rëndë.